Mirëmbrëma, e mirë se u ka pru sot. Du më u treguj sinqert me ju sotë, edhe me u thanë se unë jam një agent, ama agent Korano Verior. Mos me prit me më zbulu nesër ai koksbakur i librashtë. Du me ju drejtu asaj pjesës më të vogël të popullit tonë, e cila deri tash ka nejt shumë indiferente ndaj protestë, duke thonë se s'ka mujt me gjetë arsye të forta për me në bashku. Shumë thjesht, shumë shkurt, dy arsye edhe dy shembuj konkret. Për të cilën ju besoj që duhet ta bashkohen. Në këto 36 vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ndru një 6 presidenta. Në Vatikan është ndru Papa një 3 herë, vetëm në Shqipëni 36 vjet që ndrojnë karrigen Sali Berisha me Edi Rama. 36 vjet që këta dy gjakpirsa vazhdojnë me u pasunu edhe me shkatru të ardhmen e fëmijëve tuj. Nëse s'doni me dalë për veten tuj, të paktën për të ardhmen e fëmijëve tuj, pash hatrin e Zotit, hajteni këto. Arsyeja e dytë, po jo ma e vogla, a meriton Shqipënia edhe rinia e saj me u përfaqësu në instancat më të larta Bashkimit Evropian nga Zenice Çavushi, e cila është sot deputete e Republikës, vetëm falë 3.700.802 gafave të saj edhe memeve me gazmen bardhin. A mundet me përfaqësu këtë rini Sara Mira, e cila në betejën e saj parë politike, arriti me fitu zemrat e gjithë burgosëve të Peqinit. E për me myll, kam një thirrje vllaznore për tanë iniciatorët e protestë, pash hatrin e të madhit Zot, pash gjithë që janë vëllë nona, mos u përqani, mos u shisni, as mos u blini. Ju nuk jeni as armiq, as kundërshtar të njëri tjetrit. Armiqt e kundërshtar ton edhe tujt janë vetëm Edi Rama me Sali Berishën. Edhe i diçka të fundit, mos më marrë kohë, nëse është e mujton me heqat pjesën, na jena opozita, na s'jena opozit, na jena shumica, na jena populli, na venosi. Rënof Shqipnia, rënof populli. Rama jepe dorëheqër! Pjesë administratës dhe ishë ushtarak nga forcat detare. Jo me na ingrat, po marinar. Dhe këpuza ka qenë 2011. Më përqyre shumë para Foqit, dhe do të atim që a i është mostër, se dhe fëmijën e vogël e ka berë me ndjellje, jo me... So ka berë shkollën e rrugës në katë forci, dhe ka berë me ndjellje në naturale, dhe sa një është një komar, që nda u veriun dhe juhun, të popull të bekuar që ka bekuar vetëm Zot i madhi Zot. A i partien e Elize ka paguar 1 miliard euro që ka bërë atë, dhe kam lexuar disa libra dhe është një libri Kuqinski, e ka titulli Perandori. Dhe kështu veprojnë Tiranë dhe Afrikës si pësonin pasuritë e popullit tyre për të mbajtur pushtet. Si që dha shumë lek edhe për në Greqi kur shkoj që bënde mitingje gjasme për patriotizmin tonë, dhe Greku nuk e dikim edhe mediat si Top Qendi që është një sekt kundër shqiptarëve dhe Syri Saliut që është kundër shqiptarëve, Isa Story me ato të tjera nuk e din që pas ka ardhur edhe Marin Mema nuk e dika që me sonet pas ka ardhur me pashaporta greke, Zoti Pikop shqiptar, ky është një monster, ky meriton të gjymtojat e të mbytet në larë. Zoti Pikop Gjive, e në shqiptare, unë jam shqiptar edhe një Skënderbeu.
Kemi thënë për fillimit duke qenë se është mikrofoni lirë, ne nuk mbajmë përgjegjësi për çfarë thonë njerëzit. Ne mbajmë përgjegjësi për kërkesat që i kemi bërë qeverisë. Rama jepe dorëheqje. Ka disa ditë që kryeministri Rama del nëpër media ndërkombëtare dhe në njërën prej tyre u kishte thënë protestuesve që thonë se ai është kumbari i drogës në vend, i kishte sharë. Edhe tjerë të marshimin që pojmë ne, ka shumë kreativitet. Dhe një nga këngët e marshimit ishte tjerë: Rama, Rama, fuck you! Fuck you! Rama, Rama, fuck you! Kjo është ajo që mendon populli për ty. Ju përshëndes të gjithëve, nuk ka shi, breshër, furtun që e ndalë vullnetin e popullit për të rëzuar këtë qeveri të shitur. Edi Rama e ka arru detyrën e vetë si kryeministër, ka dhe ata lakejt e vetë si Taulan Balla me shok që dalin dhe linqojnë njerëzit e protestës, linqojnë popullin dhe shkojnë deri në ofendim dhe sharje. Faktikisht duam t'i bëjmë me dije se nuk na ligështojnë fjalët e t'likëve, përkundrazi. Na bëjnë që t'jemi edhe më të vendosur dhe na bëjnë që të bindemi se rruga jonë është në vijin e drejtë. Pra ne jemi në të drejtë. Çdo gjë që shqetëson të keqen është e drejtë. Vetëm drita e shqetëson errësirën. Dhe ky popull është drita e Shqipërisë që shqetëson errësirën brenda. Linqimet që ata mundohen duke ofruar protestuesve, edhe njerëzve që dalin dhe lexojnë thjesht një letër në emër të protestës, të protestuesve, pika që ne kemi thënë për ditë, thjesht ja shkruar në një letër që ata ta kenë më të qartë. Këto linqime i përkasin kohës së komunizmit e egër. Nuk e dim në 2026-ën, a jemi në Shqipëri, a jemi në Korenë e Veriut, apo jemi në Afrikën Veriore, në ato shtetet ku beretat e kuqe sulmojnë dhe masakrojnë popullin e tyre. Pra Edi Rama nuk e ka mundësin që të masakrojnë shpa. Por Edi Rama me qakenjit e ti mundojnë të masakrojnë me fjalë, me linqime. Nuk pime ujë komunizmi, nuk pime ujë linqime. Aq më pak kur thuan nga njerëz të ndotur deri në fyt, nga njerëz si Rama, Taulan Balla dhe shokë të tjerë. Pra, ka dhe disa analfabeta ndaj drinit që mundohen të thurin në vargje dhe elozhe të paqëna. Por, realiteti është realitet, faktet janë fakte. Diamantet, edhe 100 vjet të rrinë në lëngën e errësirës, prap kur dalin lartë shkëlqejnë. Ky popull është diamant dhe nuk ka kur shëndot. Të qëndrojmë këtu dhe në realizimin e qëllimeve tona, shkëputjen e sistemit mafioz shtetëror të 36 vjetëve. Kjo është kërkesë legjitime. Rama dorëheqjen pa kompromis e ke të gatuar nga populli, e ke të merituar nga veprimet e tua. Nesër më shumë, gjithmonë në shesh.